i jashtëzakonshëm këtë edicion. Po, në fakt ekipi i voleybollit Peja, siç e tha më herët, është i përbërë me 100% lojtarë vendor. Në fillim i kampionatit që jashtëzakonshëm po besoj, kemi treguar që kemi potencial me bën ndeshje të mira, edhe jemi në rrugë të mirë që jo vetëm këtë pjesën e parë të kampionatit, por deri në fund të jemi pretendenti kryesor për titullin kampion. Si po shkon puna tash për tash te Peja, e përmendini më në parë litorin 100% vendor, atmosfera si ndodhet, edhe çka po presim nga Peja këtë edicion, sepse duke ditë që nuk është mbare gjithçka, ta mundson pak a shumë të jesh në gjysmë finale edhe të jesh në pozitën e parë, fakt ta mundson këtë shkosh në gjysmë finale pa luajtur në fazën çerkfinale, por me pas mund të ndodhë gjithçka ajo pjesa tjetër. Në fakt çka e favorizon ekipin e voleybollit Peja është që na kemi mundësi me bë lëvizje në merkato. Domethënë është merkato e deri në janar që ma mund me bë lëvizje të huaja. Për momentin jemi shumë mirë, jemi duke luajtur shumë mirë, tash në testi kryesor është në këtë fundjavë, kemi ndeshjet e kupës. Unë po besoj që me këto paraqitje që kemi bërë deri tash, po besoj që mujmë me fitu edhe këtë kupë. Është një kupë mjaft e rëndësishme për ne, siç e thënë pak më herët e njëjta kupë ka ndodhur një problem vitin e kaluar, që është diçka personale për ne, dhe po besoj që ekipi është mjaft i fokusuar për këtë pjesë të kupës, pjesës parë kampionatit, dhe pse jo ta fitojmë këtë